Unë do doja shumë që gjyqi të ishte i drejtë, për kuptimin që edhe Sali Berisha dhe Ilir Medës t'i ofrojë një gjyq shumë i drejtë. Kjo është elementare. Pra mirë, po kush e ndan këtë pastaj se shikon, këta e ndan edhe gjykata dhe prokuroria ndajnë edhe këta vetë. Se edhe këta vetë mund ta pengojnë gjyqin e drejtë. Edhe gjykata mund ketë tendenca, nuanca, nuk e di domethënë. Ose zhurmat në se varet kë quajnë gjyq të drejtë. Gjyqi i drejtë është gjyqi ku prokurori dhe avokati paraqisë prova debatojnë me njëri tjetrin pa i mohuar drejt palës që akuzohet dhe duke i shqyrtuar në mënyrë të paanshme gjykata. Ky është gjyqi i drejtë. Problemi është këtu që ne domethënë nuk është se ndodh kjo, sepse thash herë, ende ne nuk e kemi krijuar këtë lloj edhe po të gjyqtari i ndershëm nuk e krijon dot, sepse nuk të lën palët. Opinioni të gjitha. Mund të ishte zgjidhja që të bëheshin publik? Apo gjyqet hapura janë, jo, në publik është ajo. Gjyqi do jetë. Jo, unë them seancë mirëfilli, domethënë transmetim gjithkohës, për shembull apo. Ja, pas ka kuptim ajo nuk mund bëhet ashtu. Jo, që ti shërbej transparencës them unë kësaj. Ja, nuk mund bëhet ashtu sepse është ka gjëra që janë sensitive, që nuk mund të dalin, nuk duhet dalin, nuk mund të jenë objekt i gallatës publikut, por ato janë të hapura. Njerëzit mund të marrin pjesë seancë. Jo, për shembull Ilir Meta pretendon transparencë të tillë. Po nuk është puna çfarë pretendon Ilir Meta. Themi çfarë është. Domethënë kërkon këtë po them. Gjyqet nuk mund të jenë objekt ku populli bë gallat. Gjyqet janë objekt ku njerëzit mund të marrin pjesë. Jo si për gallat. Pra, gjyqet kanë natyrën e vet, kanë shqyrtimin e prova, kanë gjëra delikate, mrena ka shumë pyetje dëshmitare, nuk janë gjitha gjëra të, pra kanë privatësi, shikoj kur bën gjyqet në SBA, nuk ka foto ka gjyq, kur. Bën një kështu ata një grafik, një pikturim, një kudion, çfarë. E kupton. Pra nuk lejohet. Ai është person privat. Personi X, Y, Z, kudion. Dëshmitari, pse do nxjesh trezor dëshmitarin, s'po kemi dëshmitarin. Pra do të them që nuk mund të jenë kështu si thoni ju, është natyra e kjo është e drejtë. Pra me qenë për të dyja, unë do doja që shiko, të paktën deri tani kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Jo për Sali Berisha dhe për Ilir Metën, po për të gjithë grupin e madh politikanëve shqiptar që janë hetuar nga prokuroria. Është rast fatlum, bekim, që u arrit një ditë që ata që kanë qenë personat përprekshëm, ministra, deputet, drejtor, lloj zyrtari i lartë, të mund të hetohet sepse nuk hetoi. Prokuroria dhe gjykata e Shqipërisë në 30 sa vite kanë funksionuar vetëm për të hetuar dhe për të dënuar ata të shkretë që vjedhin i thes miell apo që zihen për i hugardë, zihen për i çati, zihen për një avllëj, ku diun pret në pemë për sharrat e ngarton në njëri tjetrin. Pra bujit kështu kanë qenë mush. Po për njerëz të paprekshëm, pra për zyrtarë shumë të lartë korruptuar dhe për trafikantë dhe kriminal të rëndësishëm të drogës, të fuqishëm që bënin ligj në Shqipëri, nuk ka ekzistuar prokuroria dhe gjykata. Fare. Kështu që është një gjë e mrekullueshme që më në fund disa njerëz paprekshëm po preken. Sigurisht që është shumë pak sepse do duhet që të dëshmohet fuqimisht që askush nuk është mbi ligjin. Drejtësia ka vetëm një parim, nuk ka parim tjetër drejtësia. Drejtësia ka parimin mbi ligjin nuk është askush. Mund të jesh mbret, mund të jesh general, mund të jesh komandant i madh, mund të jesh biznesmen miliarder i botës. Para ligjit ke atë fuqi që ka dhe ai që s'ka bukë në shtëpi dhe ai që jeton kasor. Këtë ditë po diskutohet shumë në fakt një detaj që ka dalë me zgjedhjen e treshës trupës gjykuese për dosjen Berisha, për dosjen Partizani, ku është Berisha e kanë fjalën, që gjyqtarja, kryesuesja është kushërire afërt me deputetën demokrate Andia Ulliri për shembull, është apo shiko, këto janë çështje të gjykatës, besoj, që ose ligji parashikon që të jesh Goca Xhaxhaj dhe një deputet të partisë ku kryetari i partisë është një gjyq, pra nëse kjo është konflikt interesi, duhet largohet, nëse nuk është e parashikon ligj duhet vazhdoj gjyqi, se ai mund të jetë gjyqtare e mrekullueshme, mund të jetë gjyqtare drejt, punë e madhe që Goca Xhaxhaj është deputet, apo se jesh deputet e Goca Xhaxhajës. Pra, duhet parë ligji, se unë nuk jam një ekspert i kodit penal, tani apo i kodit procedurës penale që të mund të gjykojnë nëse duhet të rri apo s'duhet të rri ajo vajza në çështjen e gjykimit të Sali Berishës. Unë ditë them këtë gjë. Në qoftë se kodi i procedurës penale përcakton që të qenit Goca Xhaxhajit e një deputete të partisë, së kryetarit Berisha, është apo jo konflikt interesi, atë duhet dalë, nëse është konflikt interesi. Nëse nuk e thot, lut rri në gjyq. Unë po thash herë domon ti mund të jesh Goca Xhaxhajit dhe mund të jesh gjyqtare shumë e pavarur. Mund të jesh shumë e largë se ke gjë fare, edhe mund të jesh korruptuar dhe
E mbron. Pra, nuk është se varet nga kjo gjë. Si është ne të prodhojmë zhurmë tani. Është relative thuam. Po patjetër që është relative. Kjo do varet nga procesi, po si turpa gjykuese ka 3 vjet, ka 2 gjyqtar të tjerë. Tu si pastaj ka se gjyqësori këtë të mirë ka në një farë mënyrë. Ka shkallë të tjera. Sigurisht. Apeli kjo. Edhe pse është bërë kjo? Sepse duke qenë se gjyqësori vendos për gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme. Atëherë ai duhet të jetë streha e vërtet e gjithëve. Kështu që për të qenë streha e vërtet e gjithëve ka nevojë që të kontrollohen vendimet. Pra në këtë kuptim do të them që do vendoset, unë kam besim që gjykata e krimeve të rënda ka kapacitetin dhe seriozitetin e dur për të caktuar një trup gjyqësore që nuk ka konflikt interesi me Sali Berisha. Këtë besoj. Në qartë. Ndërkohë nga për ta mbyllur, meqense e nisëm me zgjedhjet, se mbyllim them unë me to, nga këto ankimimet që shpesh edhe po rrëzohen, nga këto pretendimet për rinumrime tjerë nga kandidatë të ndryshëm, pret ndonjë Jo, nuk presi Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ti vën kapagun procesit, pra ta mbyllin me kapak procesin, sepse Partia Socialiste mos të merren me këto ankimime? Jo, atë të punë do bëjnë, nuk se do merren, do bëjnë ankimime për politik, po jo për të zbardhur gjë. Jo, po ka kandidat, për shembull Ilir Ali Mehmeti pretendon Nuk e lejon Partia Demokratike të dalë gjë aty. Shiko, Partia Socialiste nuk do zhurmë dhe Rama e tha në një qendrim që mbajtin lidhje me kërkesat e zonës zhylametit e tjera për të par kutit ose për par diskjet. Pra nuk do, sepse nuk do që të hyjë në këtë lloj procesi të njollosjes së procesit zgjedhor. Po mirë, pra, opozita PD-ja e ka kaos këtë si PD-ja e ka kaos, por PD-ja nuk e ka kaos për të shpjeguar shqiptarëve që ç'a ndodhi. E ka kaos për politikën e brendshme të saj, sepse PD-ja e di që më mirë të thoj farës, më mirë të thoj u bën nam i zi, pa u hap kutia, sesa të hapet kutia dhe dali gjë më e vogël nga se të pretendon PD-ja. Kështu që PD-ja nuk ka interes as PD-ja. PD-ja ka interes që të rrijë në këmbë narrativa që ajo prodhon, jo fakti që dalin nga kutit. Nga kutit nuk kanë çfarë dalin fakte të mëdha. PD-ja ka prodhuar, ju e keni parë, diskutime, gjykime apo opinione hiperbolike. Jo 150.000 vota humbën, jo 500.000 vota u blen, jo 500 euro një vot, jo GPS në qendra kështu në zarfe, pra sepse është natyrën e partive edhe të gjuhës populiste që të prodhohet një gjuhë hiperbolike. Kështu që nuk do as PD-ja, askush nga palët nuk do. Shiko, PD-ja dhe PS-ja janë të dy shumë të kënaqur me rezultatin, në një farë mënyrë. Partia Socialiste ka fituar zgjedhjet dhe di që do të fitonte. Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, di që do të humbte, por lidership për Demokratike ka kontroll të plot mbi Partinë Demokratike. Kjo është fitore për të. Ka patjetër. Kështu që nuk ka në interes të madh të hyjnë ndrallave tash me sepse nuk ka çfarë delën kutit, nuk del në gjë e madhe. Ndërkohë që demokratët bëjnë thirrje jo po hyrin në grevurinë ku vende, jo shpresojnë ende ata tek ato janë thirrje, nuk i dim pra pas skenat. Thirrje antarësh, ata dhe mund t'i dinë, po ka një problem, qenia njerëzore nuk funksionon dot, po nuk shpresoj. Po, edhe kur e di që nuk ka. Kështu që kjo është që mund të themi është iluzion, mund të themi është wishful thinking, mund të themi çfarë duam, por nuk funksionon dot. Ti mund ta dish me bindje të plot, por e beson sepse duhet ta besosh. Edhe ti as nuk e beson jo, po e bind veten tënde sikur e beson. Është një lojë që e bën truri njeriu. Po dhe kandidatët ku të gjejnë të drejtën tani, këto po e bëjnë hidhe prit, drejtohen KQZ, kasit, nga ana tjetër edhe DHL-ja në një reagim i lau duart për vete, tha unë nuk ngatërohem me këto akuzat që bën ju, politike financiare, s'kam pikëlidhje. Shiko. Të votën diasporës. Është kot kjo është. Politika nuk funksionon dot, po nuk prodhoi për ditë tagji, po të themi, për njerëzit. Ka një shprehje për tonë amerikanët, tagji për lajmet e mbrëmjes tonë amerikanët. Pra, fodder for evening news. Kështu edhe prodhoi sepse duhet prodhu. Jo se pra është qëllimi në vetvete prodhimi i tagjis. Duhet të hedhësh diçka njerëz, të han diçka. Kot është ajo po të han, pastaj nesër para si puna, sepse njerëzit që punojnë ato kompanie skor, duhet korrin për ditë. Një thashë them, një konspiracion, një rrem, një shpikje, një gjë. Ja, tani për shembull miratimi i Partive Popullore Europiane për nisur një mision faktmbledhës në Shqipëri, siç e kërkoi Berisha, u plotësua, kështu që siç ka bërë dhe në disa vende të tjera. Do vinë ata. Jo, edhe demokratët ja. Ta them diçka. Diçka do ndodhi kjo. Do vinë disa njerëz Partive Popullore nga Partia Popullore. Mora për shembull, si shembull. Do vinë, do takojnë Sali Berisha, do takojnë dy njerëz të tjerë, do marrin konferencë shtypi, do ikin, do thon pesë gjëra. Do thoj servisat 5 gjëra, do kaloj vera, do vi vjeshta, kështu nuk kaloj. Po, harrohet pastaj. Erdhën zgjedhjet e tjera pastaj. Nuk puna harrohet, nuk ka çat më mend aty, sa është ajo kryhet vetëm për xhiruar. Duhet thjesht xhirojmë, tecim. Shiko, kur jemi bicikletë,
por nuk e dhe këmbë rrëzohesh. Jepi tash, vazhdo kjo punë. Më doli nga mendja të pyesja, me këtë do ta mbyll shumë shkurt, duke qenë se pritet që nga muaj në muaj ndoshta se në fund është dënimi i Ervin Saliani, mund të pritet prej tij ndonjë akt referuar me zhvillimet nga Ervin Saliani. Pas 11 maj në PD apo jo, mund të pritet. Ashtu, më thon të drejtën, ndoshta ka reflektuar atje. Ai nga më thon të drejtën, ai nga politikanët e rinj të PD-s është më kurajozi. E ka dëshmuar të gjë që nga viti 2015-16. Kjo është e sigurt fare. Që është më kurajozi dhe fakti që është edhe atje mbrenda në burg është pse është kurajoz. Jo, pra edhe atje mbrenda është për shkak kurajoz. Mirë, po pyesja se ndoshta atje edhe merr një fuqi tjetër, një edhe mund të bëj diçka. Kështohet guximi ose. Po patjetër. Jo, ai ka qenë i tillë edhe para se shkonte. Ndoshta është bërë mund të jetë bërë të pagu shumë i guximshëm. Unë para ata kam vlerësim si politikan në kuptimin që flet me kokën e vet, kur thon pra speaks his mind, flet me kokën e vet. Edhe ka kurajo, edhe di të kuptoj çfarë është elektorati edhe marrëdhënia me njerëzit. Që shumë pak njerëz të Partinë Demokratike të Këshillit edhe mund të bëj diçka. Pra nuk është çudi që Ervin Saliani, sepse do dalë besoj del së shpejti, ai është një figurë e rëndësishme për Partinë Demokratike. Mund të thojë diçka.